Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse keni aloe vera në shtëpi, atëherë nuk do të vuani kurrë nga këto probleme shëndetësore. Aplikimi i aloe verës në djegjet e diellit është vetëm një nga mënyrat për të përfituar nga kjo bimë e fuqishme. Në fakt, ajo mund të ofrojë edhe shumë veti të tjera për shëndetin. Lloji i bimës është përdorur në mënyrë medicinale që nga fillimi i shekullit të parë dhe vendoset kryesisht në trajtimin e problematikave të ndryshme, si të brendshme ashtu dhe ato të jashtme. Aloe vera ka veti qetësuese dhe shëruese dhe mund të bëhet një nga mjetet më të mira natyrore për të gjitha format e acarimeve. Ndaj në këtë video, sipas Brajçaj, do të rëndisim disa nga përfitimet më të mira që mund të merrni nga aloe vera. Lufton urthin. Shumë njerëz vuajnë nga GERD ose sëmundja e refluksit gastroezofageal. Është përdorur gjithashtu edhe ilaç pa recetë për të maskuar simptomat, por aloe vera bën një alternativë të shkëlqyer natyrore dhe mund të përdoret edhe në këtë rast. Edhe pse jo të gjitha llojet e bimës aloe janë të sigurta për të konsumuar, ka lëngje aloe vera të disponueshme që mund të ndihmojnë në zbutjen e acarimeve dhe zvogëlimin e inflamacionit që shkakton urthi. Aloe vera mund të ruajë ushqimin. Ju bëni çmos për të blerë perime organike, por fakti çështjes është se ato kanë shumë të ngjarë të shkojnë në keq sesa alternativat e rritura me kimikate. Lajmi i mirë është se jo të gjithë mund të aplikojnë në shtresat holla aloe vere, por ato mund të ndihmojnë për t'i ruajtur ushqimet tuaja në një gjatësi më të mirë edhe për t'i mbrojtur nga prishja. Pastron dhëmbët. Ndoshta keni dëgjuar tashmë se vaji i arrës së kokosit funksionon mirë për të pastruar dhëmbët, por e njëjta gjë mund të thuhet edhe për aloe verën. Karakteristikat natyrore të bimës përfshin vitaminën C dhe mund të fuqizohen përmes pllakës dhe të mbrojnë kundër bakterieve që shkaktojnë problemet e mishrave të dhëmbëve. Lehtëson infeksionet. Me veti të fuqishme antibakteriale, aloe vera bën një vaj të shkëlqyer për problemet e lëkurës. Por shkak të aftësive të saj qetësuese, ajo gjithashtu punon për të lehtësuar në mënyrë efektive acarimet dhe për të zvogëluar problematikat në lëkurë. Ajo mund të përdoret si një hidratues i lëkurës. Industria e kujdesit për bukurinë prodhon hidratues që janë të mbushur me kimikate të destinuara për ta tharë lëkurën dhe për të inkurajuar blerjen e produkteve të ndryshme. Ajo është një zgjidhje alternative e sigurt për efektet kur bëhet fjala në balancimin e niveleve natyrore të lagështisë së lëkurës. Si bimë që lulëzon në klimë të thatë, ajo mund të mbajë ujë dhe të heqë gjithashtu lagështinën në vende dhe të veprojë si një hidratues i mirë i lëkurës suaj. Aloe vera lehtëson edhe problemet e kapsllëkut. Një xhel i bërë nga ekstrakti i aloe verës u gjet i dobishëm në një sër studimesh për të lehtësuar kapsllëkun. Përdorimi i lëngut të aloe verës mund të ndihmojë zorrën e trashë, ta mbajë ujin dhe të stimulojë lëvizjen e zorrëve të poshtme, citon dhe Elsaj. Madje është treguar me efekte të mira edhe kundër problemeve që mund të shkaktojnë ilaçet komerciale laksative. Ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Një studim tregoi se vetëm 2 lugje lëng aloe vera në ditë mund të ulin ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak të diabetikët. Me një aromë të ëmbël natyrisht, lëngu i aloe verës mund të plotësojë dëshirën e sheqerit pa hedhur nivelin e sheqerit në gjak. Ajo mund të lubrifikojë edhe trupin tuaj. Ndoshta një lubrifikant i tepërt, por me bazë aloe vera nuk është një zgjidhje e gabuar, do të rregullojë pahashin dhe do të ndihmojë gjithashtu kundër problemit të radikaleve. Aloe vera mund të jetë një nga bimët më të mira, të cilat nuk duhet të mungojnë asesi në dietën tuaj edhe në kujdesin e bukurisë. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve dhe këto të fundit luftojnë radikalet e lira. Nëse doni që të përmirësoni imunitetin tuaj dhe të mbani larg problemet e radikaleve të lira, atëherë aloe vera mund të cilësohet si një nga bimët më të mira në këtë aspekt. Me një ndihmë të madhe që do t'i jap edhe në mbajtjen larg të problemeve që shkaktojnë radikalet e lira në organizmin tuaj, ajo mund të kthehet në aleatin më të çmuar për shëndetin tuaj.
Aloe vera është një bimë shumë e mirë që mund të përdoret edhe si laksativ në momentet tuaja më të vështira. Nëse shpesh vuani nga problemet e kapslëkut ose problemet për të nxjerrë edhe një tretje të mirë, aloe vera mund të jetë aleati i çmuar në këtë aspekt, duke mbajtur larg problemet të tretjes dhe duke siguruar gjithashtu një lëvizje më të rregullt të zorrve. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave që bëjnë mrekullinë për tretjen. Veçanërisht enzimat që ndodhen te aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave, të cilat shkaktojnë probleme me tretjen. Aloe vera përmban aminoacide thelbësore. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme, të tjera mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimit. Ajo ndihmon për të pasur një lëkurë më të shëndetshme. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që i duhen lëkurës. Mineralet kyçe si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori, natriumi dhe zinku gjeten te bima e aloe verës. Ndaj përdorimi i kësaj të fundit për të pastruar fytyrën në mënyrë që të dukeni prerë të reja dhe me fytyrë me shkëlqim mund të jetë një zgjidhje vërtet e mirë. Ajo lehtëson edhe komplikacionet. Aloe vera përmban shumë enzima, por një në veçanti është shumë e mirë për të luftuar paksimin e problemeve. Ajo quhet iskinase dhe ndihmon në zvogëlimin e inflamacionit të trupit duke e përhapur në lëkurë dhe duke lehtësuar problemin. Të tjerat enzimat të bimës së aloe verës mund të përdoren për të lehtësuar indet e vdekura të lëkurës. Ajo lehtëson aknet. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund të ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën që mund të prodhohet nga vetlëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Rregullojnë lëkurën gjatë dëmtimit të qelizave. I ftohti shpesh shkakton probleme të qelizave duke sjellë kështu dëmtime dhe hapjen e problemeve të ndryshme dhe ekspozojnë trupin. Faza e këtij dëmtimi gjithashtu mund të mbahen nën kontroll me përdorimin e aloe verës. Aloe vera është një bimë shumë e mirë në rritjen e flokut. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin e gjakut në skalp. Enzimat përbërëse i japin aloe verës mundësinë të jap lëndë të dobishme në balancimin e pH-it në lëkurën e kokës dhe të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin më të mirë të saj. Aloe vera mund të përdoret si deodorant natyral. Vaji i aloe verës ka një aromë shumë të mirë, ndaj mund të përdoret si deodorant natyral për të larguar aromën e pakëndshme të trupit. Për më tepër, ky vaj mban në kontroll problemet e djersitjes. Atë mund ta aplikoni si vaj duke lyer zonat që djersisin më shumë ose ta përdorni për të spërkatur të gjithë trupin. Mund të përmirësojë gjithashtu edhe sistemin imunitar. Vaji i aloe verës përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelin e glukozës dhe diabetin. Ai mund të lehtësojë probleme të ndryshme që lidhen me këto shqetësime. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër shenjave të lëkurës. Ky vaj përshpejton procesin e shërimit të lëkurës dhe parandalon formimin e shenjave. Vaji i aloe verës përdoret gjithashtu për zgjerimin e kapilarëve duke mbajtur lëkurën të bukur dhe më të shëndetshme. Përmirëson shëndetin e stomakut. Vaji i aloe verës ka shumë avantazhe kundër inflamacionit, ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat të mbrojnë në sistemin tretës. Ky vaj është me të vërtetë i dobishëm për të trajtuar sindromën e zorrës së irrituar, gjithashtu konstipacionin dhe refluksin e acidit. Aloe vera është një bimë e veçantë e cila me domosdoshmëri duhet të jetë pjesë e dietave tuaja, sidomos edhe bukurisë së përditshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.